si polieri po. Ose më informuan e Atëherë në nderim të dëshmorëve Ragip Hoti, Xhemail Hoti, Sami Nolli, Agim Hoti, Njazgim Nolli, Shukri Hoti, ju ftoj që të qëndroni 1 minutë në heshtje. Lavdi. Për besimin që ma dhatë dhe vërtet këto kodra, këto lëndina, këto fusha janë të mbushura me histori për shkak se jo vetëm që ky rajon është i njohur i njerëzve punëtorë të vyshëm, po edhe njerëzve që duan vendin e tyre, tokën e tyre. Prandaj ata kudo që kanë qenë, kudo që kanë vepruar në interesin e përgjithshëm. Kështu që rënia e tyre në këto kodra nuk nënkupton asgjë tjetër përveç se lidhjen e fuqishme që kanë me këtë tokë. Prandaj duke i kujtuar dhe nderu këta që bunë jetën e tyre në shërbim të çështjes kombëtare, në çështjen e sqlirimit dhe bashkimit, sigurisht se u bën simbol, u bën emblema për neve. Prandaj nderimi e respekti për këta nuk do të mungojë asnjëherë, për shkak se kjo është histori. Këto janë shenjat, janë piketat nga ne duhet të ecim. Është për keqardhje që këtu nuk kemi më shumë njerëz, sidomos njerëz të ri, gjeneratës së re, për shkak se ne duhet ta transmetojmë këtë histori, t'ja përcjellim brezave, t'ju tregojmë se sa shtrejt i ka kushtuar liria këtij vendi. Gjithë këta njerëz që kanë rënë këtu dhe gjithandej në për këto fushë, në këto kodra lëndina, e kishin një synim, e kishin një dashuri të madhe për vendin, për njerëzit e tyre, për familjet e tyre. Dhe tani vetëm mund ta imagjinojmë ne pas vitit 99 ne sa ndryshime janë bërë, sa zhvillime janë bërë në këtë vend, edhe ne secili prej nesh ka dhënë kontribut aq sa ka pas mundësi. Po sigurisht kontributi i tyre do të ishte shumë i vlefshëm për familjet, për shoqërinë dhe për shtetin përgjithësi. Prandaj nderimi e respektit për këta nuk duhet mungoj, nuk do të mungoj, sepse ne ndërtojmë të ardhmen tonë mbi sakrificën e këtyre njerëzve. Në emër të shoqata dalën nga UÇK, nuk duhet t'ju falenderoj, as t'ju them asnjë gjë, sepse e kemi obligim ta bëjmë këtë, po ju them se ne do të kujdesemi që këto vlera t'i ruajmë, t'i lartësojmë dhe të kujdesemi vazhdimisht që të mos zbehet kujtimi për ta dhe ne për herë të jemi në nivel të përgjegjësive tona, kudo ku jemi dhe çfarë do të bëjmë. Lavdi e nderim për gjithë dëshmorët e kombit, lavdi për këta burra që sot do i përfitojmë.